të marrë lejen në kryerjen e imoralitetit. Një ditë për ditë shkon një person, një djalë i ri tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, kam ardhur të marr lejen, pra dhe të më shfaqësosh nga ky veprim, të marr lejen në kryerjen e imoralitetit." I thot pejgamberi alayhi salatu, të pranishëm thot i folën dhe i thanë: "Me, pra çfarë po bën? Çfarë po thua?" Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili ishte edukatori, ai i cili ishte mësuesi i njerëzimit, u tha: "Lëreni, afrohu", tha. U afrua ai shumë thot me pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa gjujt e tij u bashkuan me gjujt e pejgamberit për treguar afërsinë. Dhe i tha: "A e pranon diçka të tillë për nënën tënde?" "Ruajna Zot", tha i dërguari i Zotit. "Si mund të pajtohem që nëna ime domethënë të jetë një imorale?" "Po kështu dhe njerëzit", tha. "Kështu dhe njerëzit, nënat e tyre i kanë të shenjta. A e pranon të diçka të tillë për bijen tënde?" Normalisht në rastin konkret tham ishte djalë i ri, nuk ishte akoma bi, nuk ishte vajzë. Por kishte një diçka tjetër që në të ardhmen mund të keq. "A e pranon ta për vajzën tënde?" "Jo, i dërguari i Allahut, ta nuk mundem asesi." "Nuk mundem asesi." Tha: "Po kështu dhe njerëzit, i kanë të shenjta dhe i kanë të dashura shumë për zemrën e tyre, vajzat e tyre. A e pranon diçka të tillë ta për motrën tënde?" Dhe vazhdon sërish djali përgjigjet në të jetën formë. "A e pranon diçka të tillë për hallën tënde? A e pranon diçka të tillë për tezën tënde?" E ko pse i dërguar një Zotit të gjithë familjen, të mos kesh më mundësi për diçka tjetër? Jo. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Ja fërgoj kraharorin dhe u lut për te duke thënë: O Zot, pastroja zemrën nga të tilla anime, nga të tilla mendime dhe nga të tilla ndjenja, ruaja nderin ti dhe bëje të qëndruash në fe." Dhe nga ajo ditë thot nuk u pa më ai djalë që të kishte mendime të tilla.